Përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin tuaj të preferuar në pritje të Miss Universe Albania në Kosova 2024. Miset tona janë fotografuar nga fotografi shqiptar Endrit Mërtiri, i cili ka punuar me stilistët më të famshëm ndërkombëtar. Le të ndjekim bashkë një fotoshooting shumë profesional me portretet unike të vajzave tona dhe emocionet e tyre në backstage, realizuar me mjeshtëri nga artisti Mërtiri. Sot unë ndjeva emocionuar përballë kamerës, duke pozuar si një modele vërtet. Endrit Mërtiri është një ndër fotografët më të mirë në Shqipëri dhe ishte shumë e fat që pozova për të. Sot realizuam një shooting shumë interesant me një ndër fotografët më të mirë në Shqipëri, Endrit Mërtiri. Jam shumë e lumtur dhe e privilegjuar për këtë set, mezi përpres se dalin fotot sa më shpejt. Kam pasur kënaqësinë të jem pjesë e një fotoshooting me një nga talentet më të shquar të fotografisë shqiptare, Endrit Mërtiri. Ishte një përvojë dhe një mundësi e jashtëzakonshme për të shprehur kreativitetin tim. Jam e bindur se kjo do të vërehet edhe në fotot e realizuara. Jam shumë e lumtur për fotosesionin e sotëm, të cilin e kemi realizuar me një nga fotografët më të mirë të Shqipërisë, si Endrit Mërtiri. Është gjithmonë një kënaqësi të jesh përballë kamerës të tij. Të sjellësh idetë dhe mendimet që ai i ka në jetë. Sot mu ka plotësuar një ëndër shumë të bukur, sepse do të bëjmë një fotoshooting me Endrit Mërtiri. Mezi përpres, do të shoh fotografijet e bukur të shkëlqyeshëm. Jem kanë shumë emocionuar, sepse kur i pash fotografijet nga aparati, jem emocionuar shumë që kom kajt.
Është hera e parë për mua që të bëj një set kaq profesional. Sonte e pata një photoshoot shumë mrekullueshme me më të mirin fotograf Endrit Mërtiri dhe ndihem shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur për një eksperiencë kaq të bukur. Dua të falenderoj Suela Çango për këtë look që ndihem si modelet ndërkombëtar. Faleminderit shumë. Ja kam kaluar shumë bukur sot me fotografin më të mirë shqiptar, Endrit Mërtiri. U kënaqa, besoj se fotot kanë dalë të bukura. Ishte një eksperiencë shumë e bukur.